Mendoj që ne jena të shku, veç që sot keni vendosë disa prej juve, ka mujtë edhe opozita me folë ma qarta zi për këtë punë, sepse s'po shaf une as pikën e interesit për me bo marrëveshje dhe kompromis. Për kundrazi, unë besoj që beteja politike midis lëvizjes dhe të vendosje dhe opozitës po thellohet çdo herë më shumë. Dhe e pam edhe këtë ditë, po e shohme faktikisht ka po ndodhur në komisioni për bordin e RTK-s. Po e shohme çka po ndodh për emërimin e shefit të AKI-s. Pra, edhe në të gjitha institucionet. Gjithë s'ka ndodhur. Ju ka vazhdu një personi që ka qenë edhe më herët. Qëre, kur e ki ndërmend me do pushtetit, kur e ki ndërmend me bashkëqeverisë me dikon, ti sillësh ndryshe edhe me institucionet tjera. S'ka ide për bashkëqeverisje. Ajo që po ndodh, pra që po thot Sadria, ajo që po ndodh është që ju në një rënon, si qeveri dhe si pushtet, si subjekt politik, ju jeni të konsolidu pushtetin çdo ditë më shumë. I ka 51% ai. Pra që po thot Sadria, i ke 51% dhe ti do me thonë, nuk ka vullnet për me nda pushtetin, nuk ka vullnet për me marë, për me shtri hegemonin. Çfarë hegemonie pas të një pikë një Që nuk ka thonë çfarë hegemonie, sepse ekzistojnë këtë vend edhe institucionet pavore, jo qeveritare, që nuk janë pjesë drejt për drejt të ekzekutivit. Dhe çka po ndodh, është që po e shoh edhe këtë ditë, ju çdo herë më shumë po vendosni njerëz që janë të afërt me ju në ato institucione. A ka qenë drejtori AKI-s drejtor 5 vite? Kush? Ky drejtor çfarë nuk kupton ti me drejtor? Ka qenë që po thoni, Petriti ka qenë edhe më herët drejtori AKI-s 5 vite. Po dhe? I është vazhdu se me do të qeverisë ju. Po dhe? I është vazhdu se ose duhet largohet, ose duhet i vazhdohet. Pra, sepse çka ato po ta thon pikërisht. Pra, nuk ka këtu një farë. Tash nuk ja kemi qelluna që jo se keni qellu, ja keni qellu shumë mirë. Ja keni qellu herën e parë, tash do të vazhdu. Ai ka dëshmuar. Ai se këshire, Petrita jetë juve ju pëlqen ja vazhdoni mandatin. Vjosa Osmani si ju pëlqen, ja vazhdoni. Nuk ja vazhdoj opozita. Po dhe po, ajo ka akuzon, po drejtësisht ta bie. Sepse kjo është logjika, sepse a është legjitime. Unë çka po them është që shpërfshihet nga mendësia dhe sjellja, që bëllot Sadria nuk ka ide për me ndo pushtet. Ka logjik 51% me i fitu, me ndo pushtet. Po Sadri, se nuk jemi republikë qeveritore. Jo jemi